Ati të cilët do t'i jepet libri nga djathta do të thotë qala ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Ai thot njerëzve, merreni, shikojeni librin tim, lexojeni. Pra lexojeni, do krenohet, do kënaqet aq shumë sa që ka dëshirë që njerëzit ta lexojnë librin, ta dinë se sa punë mirë ka qenë ai, se sa i mirë ka qenë me Zotin, me Allahun, se sa i mirë ka qenë me njerëzit. Ajo vendi më i bukur ku njeriu duhet krenohet. Jo në këtë dynja. Nuk ka nevojë që ti të krenohesh, nuk duhet bile, që të krenohesh me punët e tua, me personalitetin tënd, me ato që ke arrit ti këtu para njerëzve. Jo, a ditë nëse jemi të aftë, a ditë mund të krenohemi dhe të themi ha umqra'u kitabia. Lexojeni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Unë e dija sigurisht që do të takoj llogarinë time. Pra ishte besimtar i vëmendshëm për çdo ditë. E merrte veten llogari, e dinte çdo moment kur zgjohet mëngjes, e din që ajo ditë që do të vi, ai ka detyrime ndaj Allahut Azza wa Jall, ka detyrime ndaj krijesave të Allahut Azza wa Jall, dhe në fund të ditës duhet i përmbush. Edhe duke qenë që ai e ka vëmendje llogarin, me lejen e Allahut Azza wa Jall do të jetë i suksesshëm. Ama një person tjetër i cili domethënë e ka marrë jetën rrëmuj, pa u interesu fare se ç'do të bëhet me të, pa pasur frikë Allahun që do të dalë një ditë para tij, do të japi llogari, pa shpresuar në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Ky Allahu na rrit është humbje.